Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë episod të ri të Po të Flas. Sot do flasim për after schoolet, një realitet i ri që tashmë ka ndryshuar kohët e fundit me ritme shumë të shpejta dhe të gjithë prindrit janë fokusuar tek mësimi pas shkollës dhe këto qendra të cilat po mbështesin aktivitete dhe studime pas shkollës. Sot kemi të ftuar Fabiana Spahiu, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Sot ashtu siç edhe u prezantua, kemi pjesën after schooleve, duke qenë një mësuese në profesion dhe një mësuese në kohë në eksperiencë të gjatë në këtë profesion. Gjithashtu së fundmi ju keni hapur dhe inauguruar edhe qendrën më të re tashmë që është shtuar në Tiranë. Edu Smart. Suksese. Faleminderit. Sot after schoolet janë shtuar në numër të madh. Është një realitet i ri ndryshe, tashmë në botë ka qenë, por që edhe në Shqipëri është shtuar ky realitet i ri. Është një nevojë e shtuar për një komoditet të prindrit apo një nevojë për të mirën e fëmijës. Si e shikoni ju këtë, duke qenë se keni studiuar dhe kohët e fundit të pjesën përderisa arritet edhe që të inauguroni dhe të hapni qendrën tuaj? Atëherë, fillimisht, after schoolet janë menduar që të hapen edhe në nevojën e prindërve, duke qenë se edhe ritmet e jetës faktikisht janë edhe më të shpejta, procesi punës, oraret e gjata të prindërve, po patjetër tani jemi dhe në fazën që after school është kthyer në një nevojë shumë të rëndësishme dhe patjetër edhe për fëmijët. Për procesin mësimor, për progresin e tyre, kështu që prindrit e kanë parë vërtet të nevojshme, jo vetëm për faktin sepse kanë një orar shumë të ngjeshur në punë, por edhe për faktin sepse është një gjë shumë e mirë në progresin e fëmijës. Domethënë është një gjë që vërtet unë mendoj se ja vlen. Është pothuajse përfitim nga të dy anës, si për pjesën e kohës së prindërit, normalisht edhe për fëmijët. Rastet e qendrave që janë hapur së fundmi janë të shumta. Numri i fëmijëve që prindrit kërkojnë të regjistrojnë këto qendra janë të shumta. Çfarë ofrojnë kryesisht qendrat after school? Atëherë, fokusi kryesor është studimi pas mësimit. Fëmia sillet, ndihmohet te procesi mësimor, tek pjesa e mësimeve, domethënë te gjithë ky procesi që fëmia ka vështirësi tek pjesa e mësimeve, detyrave të ndryshme, që nuk arrin ndoshta ti mbarojnë dhe në kohë në klasë. Duke parë dhe temperamente të ndryshme të fëmijëve, jo të gjitha zyshat munden që në klasë të realizojnë detyrat e nevojshme në kohë. Duke qenë se dhe prindrit kanë këtë procesin e punës tepër të zgjatur, e kanë parë si një nevojë shumë të rëndësishme pjesën e after schoolit, sepse fëmia jo vetëm që mëson, por në të njëjtën kohë dhe argëtohet, sepse ne dimë që dhe teknologjia së fundmi është shtuar shumë dhe ka shumë prindër me thënë të drejtën që përveç faktit që duan që fëmia e tyre të ketë një progres mësimor akoma më të mirë, gjithashtu duan edhe një vend, pse jo që ata të argëtohen, të jenë me moshatarët e tyre, të socializohen me njëri tjetrin, sepse ka shumë fëmijë që janë edhe selektiv. Flasim për grupe fëmijësh që janë më të qetë, jo shumë social, dhe pse jo, këto qendra janë shumë të domosdoshme për të gjithë grup moshat. Varet domethënë edhe prindit çfarë kërkon, por është after school-i në vetvete është një qendër le të themi që ofron disa shërbime të ndryshme. E qartë, të ndalojmë pak te kjo pjesa, ajo sepse nuk mbetet një qendër after school, nuk është ajo që ofron vetëm mbështetjen akademike, që fëmia suporton, asiston në mbështetjen akademike nga ajo çfarë ka mbetur nga shkolla ose pjesa e detyrave ose pjesa që fëmijët mund të kenë vështirësi në lëndë të caktuara, por normalisht është edhe pjesa që ju sapo e lart përmendet, pjesa që kemi edhe aktivitete të ndryshme që normalisht është edhe pjesa e socializimit të fëmijëve. Kjo është një gjë e cila i ndihmon fëmijën në të gjitha dimensionet pothuajse të zhvillimit të fëmijës. Ju si e keni menduar në qendrën tuaj këtë gjë? Atëherë, ne në qendrën tonë do të kemi detyra të personalizuar për secilin fëmijë. Fillimisht, unë kam një filozofi si mësuese që ne duhet të shohim shumë qetësisht pjesën se si fëmia
është që do të thotë, nëse një fëmijë është i qetë, patjetër do ketë edhe një progres shumë të mirë tek pjesa e mësimeve. Kështu që në after schoolin ton, kryesisht tek after schooli që unë kam hapur tek EduSmart, fëmijët do të kenë detyra të personalizuara në mënyrë që të shikojmë dhe forma se si ata do të reagojnë. Duhet të shohim sepse duhet të shohim me kujdes. Në shkolla zakonisht ose dhe vetë prindrit janë shumë të fokusuar tek lënda e gjuhës shqipe apo dhe matematikës dhe duke anashkaluar këto lëndet e tjera, diturin natyre, muzik, lëndet që janë në vetvete dhe art. Janë vërtet duke i anashkaluar, por për mendimin tim kjo është një gjë shumë e gabuar, sepse duhet parë një fëmijë mund të ketë talente të ndryshme. Duhet para aty ku fëmia ka talentin dhe pasionin e vet. Kështu që në EduSmart ne do punojmë me këtë gjë, ta nxjerrim dhe në pa. Më të mirën e fëmijës, pasionet e tyre, ta kuptojmë dhe siç e thash dhe më sipër, patjetër që duhet ta socializojmë, sepse un kam pasur të bëj me fëmijë nga më të ndryshëm, por kemi arritur në një marrëveshje apo vet puna të mësojnë që X fëmijë ka nevojë për një vëmendje paksa më të veçantë dhe kërkohet një punë edhe më e madhe. Dhe ndryshe për secili fëmijë patjetër është diçka e ndryshme, po. Por fillimisht njohim, siç e thash, njohim një herë me çfarë kemi të bëjmë dhe më pas personalizojmë pjesën e mësimeve. Përveç kësaj, zakonisht after schoolet në Tiranë kemi parë që punohet edhe në grupe prej më shumë se 10 vetësh. Ndërkohë tek after school EduSmart do të punohet me fëmijë prej 4 vetë, domethënë një grup do të ketë 4 fëmijë, sepse në këtë mënyrë mendoj se vëmendja individuale do të jetë edhe më e lartë. Do të jetë një fokus akoma më i madh tek vetë fëmia. Gjëja tjetër që unë dua ta veçoj është pjesa orare që do jetë goxha fleksibilitet për prindrit. Do të jetë deri në orën 19, që është një orar besoj goxha i përshtatshëm për prindit, duke marrë parasysh oraret e zgjatura të punës. Dhe adresa ku ne po e hapim, që është Lakeview Residence tek liçeni, dua të veçoj që liçeni është një vend që është goxha i aksesueshëm, është një vend shumë i bukur, natyrë, dhe vetë natyra i bën fëmijët të ndihen mirë, dhe pse jo? Aktivitete do jenë patjetër të shumta, që ne do hapim edhe kampet verore gjatë verës, dhe presim tani me shumë dashuri të na bashkojmë vogëlushët. Ajo që ju përmendet është pjesa e filozofisë tuaj, si keni menduar se si do funksionojë EduSmarti. Sa e rëndësishme është për ju pjesa emocionale e fëmijës në procesin akademik? Unë do thoja, kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, sepse siguria emocionale është thelbësore. Domethënë, fëmia duhet të jetë i qetë emocionalisht në mënyrë që të jap më të mirën e vetes. Në qoftë se ne kemi të bëjmë me një fëmijë që nuk është i qetë emocionalisht, pikë së pari ne duhet të ndalojmë dhe jo direkt në thonjza ti bërtasim atij fëmije apo ta gjykojmë. Duhet ta kuptojmë ky fëmijë çfarë problematike ka. Unë për shembull nga eksperiencat e mia kam vënë re që ka fëmijë që janë jo të interesuar pas mësimit dhe zakonisht kjo vihet re pas pushimit të gjatë. Kur fëmijët i nxjerr dhe luajnë dhe në momentin që rikthehen në klasë, pas një pauze përsëri të shkurtër pushimi, i rikthehen procesit mësimor, po me të njëjtën vëmendje dhe përkushtim, atëherë kemi të bëjmë me një gjendje shumë normale. Por kur shohim që ditë pas dite kjo gjendje nuk është më e njëjta dhe fëmijës i ka humbur ai motivimi dhe interesi që ai ka gjatë orës mësimore, atëherë kjo është një çështje që duhet parë me kujdes dhe duhet ta kuptojmë nga se vjen, sepse mund të vijë nga disa faktorë. Dhe unë mendoj se një mësuese në të njëjtën kohë nuk është vetëm një mësuese, por është edhe një psikologe. Domethënë, një mësuese duhet të di mirë se si duhet të sillet me një fëmijë dhe duhet ta kuptojmë, mbi të gjitha duhet ta kuptojmë. Nëse një fëmijë ka disa shenja që janë shumë të dukshme dhe jam e sigurt që edhe mësueset dhe jo vetëm mësueset që mua më ndjekin, por edhe prindër, janë disa shenja që ne na tregojnë dhe në një farë mënyrë na alarmojnë që me atë fëmijë ka diçka që nuk shkon dhe patjetër ne nuk duhet ta shmangim. Duhet të ndërhysh. Patjetër që duhet të ndërhysh. Në mënyrë që nëse ka diçka,
ne ndërhyjmë në kohë dhe patjetër është e zgjidhur. Okej, një krahasim nëse mund të na e bëni nga puna juaj ndër vite, fillimet e punës tuaj në këtë profesion dhe në vitet e fundit, domethënë, si ka ndryshuar kjo pjesa emocionale te fëmijët, siguria ose pjesa empati, socializimi, pjesa e reagimit, se si reagojnë fëmijët ndaj situatave emocionale ose situatave edhe për shembull me shokët, me fëmijët me njëri tjetrin në klasë, si reagojnë te situatave që i pëlqeu, si pëlqeu, ja mori, ai është më i miri, unë jam më i keq, ai mori notën 10, unë mora 9, si janë këto dinamikat në klasë? Atëherë, në bazë të disa viteve që unë tashmë kam në arsim, unë kam parë kam parë situata nga më të ndryshme me fëmijët. Do veçoja një rast në fakt që më ka bërë shumë përshtypje, nga një prind i cili drejtohej djalit të vet, ka qenë klasë e parë dhe i thoshte gjithmonë që ti je më i miri, ti duhet të dalësh më i miri në çdo lojë, duhet të rish i pari në rresht, domethënë gjithmonë vetëm ti ishte i pari. Patjetër që çdo prind do më të mirën për fëmin e vet, do që të shkëlqejë në mësime dhe është gjë shumë e mirë, por jo në këtë lloj mënyre. Mendoj se i bën një gabim e vështirëson shumë procesin e rritjes së fëmijës. Unë mendoj që fëmia ka proceset e veta të rritjes. Duhet ta lëm të rritet gradualisht. Do vi vetë mosha në të cilën fëmia do rritet, do i kuptoj vetë gjërat dhe në këtë mënyrë prindje stimulon ose le të themi i bën një presion. Dhe duke i bërë presion, fëmia bëhet agresiv. Dhe kjo ndodh nga frustrimi dhe shtypja dhe ne shohim më së tepërmi e shohim në klasë, domethënë mënyra se si reagojnë me fëmijët e tjerë. Nëse një prind i thot fëmijës së vet që ti me patjetër je më i miri në gjithmonë, ti duhet të shkëlqesh, ti duhet ta fitosh të lojë me patjetër, atëherë momentin që fëmia dhe flas dhe nga eksperiencat që un kam pasur me këta fëmijë, kam pasur shpërthim emocionale sa mezi i kemi shqetësuar. Pse? Sepse ndodh nga kjo gjë. Ai fëmijë nuk e koncepton dot faktin që un humba. Është shumë normale të humbësh. Po aq sa është normale të fitosh. Kështu që është një gjë shumë e gabuar. Unë mendoj që patjetër edukata dhe sjellja merret së pari në familje. Dhe ne jemi ato të cilat e mbështesim këtë gjë dhe punojmë akoma më fort për të ndërhyrë tek fëmijët. Kjo është, domethënë, do veçosh, sidomos do veçoja pjesën e agresivitetit. Ndër vite është rritur pjesa e agresivitetit, por jo vetëm nga pjesa e prindërve, edhe nga pjesa e teknologjisë. Në momentin që ne si prindër i japim fëmijës, po them, një telefon, duhet ta bëjmë të kuptojë që e para një herë ky telefon duhet mbajtur me një minutazh, me një periudhë kohore të shkurtër dhe ky telefon duhet të përdoret për diçka të mirë që vjen në të mirën e funksion, domethënë në funksion të mirës së fëmijës dhe jo në të kundërtën. Unë shoh shumë fëmijë edhe kur ulem në kafe apo edhe kur shkoj në përparqe dhe kur jam diku që shumë fëmijë rinë me telefon në dorë duke luajtur gjatë gjithë kohës dhe ka humbur komplet interesi që të lexojnë, janë mësuar gjatë gjithë kohës që të gjejnë gjërat e gatshme. Dhe nuk ju pëlqen më as të lexojnë, nuk po bëhen më asocial me njëri tjetrin, as të krijojnë ndonjë lojë. As të krijojnë, domethënë nuk janë as kreativ. Po u mbet ndjeshëm kjo gjë. Nëse do e krahasoj me periudhën 5 vite para, ka një ndryshim shumë të madh. Dhe po ta mendosh, nuk është se është ndonjë ndryshim shumë i madh në vite. Qartë, është një periudhë e shkurtër. Po, do veçoja këto dy raste, domethënë do t'ju lutesha prindërve të kenë shumë kujdes në mënyrën se si ja mësojnë gjërat fëmijëve, sepse e thash që çdo prind dëshiron më të mirën, por ndonjëherë mënyra se si ata ja thonë dhe ja transmetojnë gjërat nuk është e duhura. Dhe gjëja tjetër të kenë shumë kujdes me përdorimin e telefonave. Sepse dhe telefoni është bërë një problem shumë i madh që fëmijët realisht po i bën shumë dembel. Çdo gjë e gjejnë të gatshme, sidomos do thoja fëmijët që janë mosha që varjojnë 10 deri në 12 vjeç, që tashmë kanë kuptuar çfarë është edhe ChatGPT, gjejnë zgjidhje në mënyrë të menjëhershme, po, dhe madje kanë pasur raste që unë i kam bërë pyetje duke ditur për të kuptuar më saktë që me çfarë ka të bëjë ajo temë që të më thoshte dhe nuk e kishte iden fare. Domethënë thjesht e ka marr kopi, e ka shkuar, e ka fotokopjuar, e ka sjell në klasë edhe kaq. Kjo është një gjë jashtëmase e gabueshme dhe prindi duhet të kontrollojë fëmijën në këto raste.
E qartë. Është ajo pjesa ndoshta mund të jenë në raste të rralla, nuk mund të përgjigjsojmë të gjithë prindit që kërkojnë atë pjesën, patjetër që fëmia të jetë patjetër që jo, po flasim në përgjithësi. E qartë, po kjo pjesa nga këndvështrimi prap juaj, domethënë në gjithë të kohë dhe në gjithë nga pjesa me kolegët, mësuese të gjitha, apo i rrisin prindrit fëmijët për notën për të dalë të parët, apo është pjesa imazhi që shiko se ky fëmijë duhet të jetë ai i cili duhet të jetë për të tjerët i pari dhe jo për vetë fëmijën. Atëherë ne dim që në dekada pjesa e notës ka qenë kryesorja. Ai fëmijë që merrte notën 10, ai fëmijë ishte ai fëmijë që shkëlqente në çdo aspekt, por jo, është diçka e gabuar. Ne duke kërkuar notën maksimale të fëmijët, po harrojmë të mësojmë aftësitë që ata duhet të kenë në jetë. A mund të jetë kjo arsyeja që prindrit insistojnë dhe i çojnë prindrit në shkollat më prestigjë me emër, i çojnë në për after school, në për kurse dhe po humbasin dhe nuk po i lejojnë kohë fëmijës, që ai në fund fare të jetë fëmijë dhe të luaj? Është edhe kjo odisi e vërtet do thoja, sepse prindrit patjetër i çojnë në shkolla ndoshta private, në after school me idenë që fëmia i tyre të ketë një progres shumë të mirë në pjesën e mësimeve dhe në pjesën akademike, por nga ana tjetër harrojmë paksa edhe pjesën emocionale të fëmijës, që është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe mendoj se duhet të ketë një konsensus, domethënë jo vetëm fëmia nga mëngjesi deri pas dite, po themi, të fokusohet vetëm te procesi mësimeve, por pse jo, mësimet mund t'ja bësh edhe në formë argëtuese dhe janë akoma më tërheqëse për fëmijën, që të mësoj një loja, nëpërmjet lojës, loja është diçka shumë natyrale dhe fëmijët e kanë vënë që janë shumë herë më të tërhequr në momentin që ti ja u bën mësimin në formë loje, sesa një zysh që del aty përpara drasës dhe shpjegon mësimin, e shikoj që ka dhe një mungesë përqendrimi. Domethënë nga pothuajse nga gjysma e klasës totalisht një mungesë përqendrimi, ndërsa në momentin që merr dhe mjete të ndryshme që demostron, fëmia ka një tërheqje shumë të madhe. Kështu që format, këto janë format ato, janë format ato të cilat e bëjnë edhe mësimin të suksesshëm, edhe lojën, po ashtu edhe mësimin përmjet lojës, po ashtu po prapë të suksesshëm. Duhet të dish metodën e duhur që të funksionojë. Po. Sepse në qoftë se ne vazhdojmë po them after schoolin e vazhdojmë si një vazhdimsi lodhjeje, fëmia totalisht do mbas përqendrimin. Ose në të kundërt, nëse ne gjejmë një mënyrë të duhur nëpërmjet lojës dhe duke argëtuar, patjetër edhe do ketë rritje akademike shumë herë më të larta. E qartë. Nëse prindri vazhdon këtë pjesën e ndërhyrjes, pothuajse tek fëmia e tij, duke bërë këtë pjesën e vazhdimit në përkurse të ndryshme, pjesa e zgjatjes orareve ose pjesa after schooleve ose kurseve të ndryshme, për fëmijën e dëmton fëmijën nëse është i shtuar, po flasim. Nëse prindri do e çojë nga mëngjesi deri në drekësh në shkollë, pastaj në after school, 2 herë në javësh në basketball, 3 herë në kurs anglishtje, 2 herësh në kurs tani që ka filluar edhe IT-a, këto kodet të gjitha, domethënë, e dëmton apo është në të mirë të fëmijës? Si e shikoni ju këtë pjesën? Atëherë, siç e thash, duke gjetur metodën e duhur, nuk mendoj se është në dëmtim të fëmijës, është metoda ajo e cila e bën diçka të funksionojë dhe jo të jetë e lodhshme për fëmijën. Por nëse një fëmijë ka të zënë gjatë gjithë javës, në një formë, çdo ditë, nëse sot nuk ka basketbol, do ketë një kurs tjetër. Mendoj që e bën më aktiv. E bën më aktiv në sensin që fëmia e di dhe vetë atë programin javor se si e ka, mësohet me këtë gjë dhe e vazhdon shumë normalisht. Pastaj në momentin që ne e shohim që fëmia ka një mbingarkesë dhe ka një lodhje jashtëmase të madhe, sepse është një gjë e dukshme, patjetër prindi duhet të stopojë. Dhe nuk duhet të këmbgul vetëm tek pjesa që unë duhet ta çoj me patjetër në after school, sepse fëmia im duhet të mësojë. Mbas after schoolit duhet ta çoj me patjetër në basketball, sepse basketbolli ka përfitimet e veta. Atëherë vetë prindrit fillimisht duhet të kuptojnë dëshirat e fëmijëve. Fillimisht duhet të ndalemi te dëshirat e fëmijëve. Një fëmijë edhe pse i vogël duhet të pyetet, a ke dëshirë që ti të shkosh në after school?
Në qoftë se fëmia jep një përgjigje negative, nuk ka problem. E provojmë një rast të dytë. Por jo ti ushtrosh presion. Duke i ushtruar presion një fëmije, unë nuk mendoj se arrin aty ku do vet prindi dhe as fëmia. A janë më të mbi ngarkuar fëmijët sot? Në ditët e sotme me gjithë këto aktivitete ose të shtuar ose teknologjia ose mungesa e kohës? Janë më të mbingarkuar sepse siç e thash dhe vetë prindrit, duke dashur të kenë arritje sa më të mëdha në jetë, në profesion, ndonjëherë, ndoshta dhe pa dashje, anashkalojnë dhe këto dëshirat e fëmijëve, kohën që duhet të kalojnë me ta. Dhe kjo bën që fëmia të mbingarkohet, sepse prindi nuk e ka shumë prezent. Sado që një mësuese të jetë prezente për fëmijën, ta mësoj, ta këshilloj, në fund të ditës fëmia ka nevojë për prindin e tij. Kështu që edhe pse jeta po ecën me hapa goxha të shpejta, unë do thoja që prindrit të mundojnë të gjejnë një kohë paksa më të duhur ose të balancojnë pjesën e kohës në mënyrë që t'i kushtojnë edhe pak më tepër vëmendje fëmijës. Që nëse do ndodh diçka e keqe, në një të ardhmen ne të mundohemi ta parandalojmë dhe ta kuptojmë, sepse jetojmë në kohën e teknologjisë. Fëmijët, çdo gjë mund të ndodhë në moment, fëmijët janë shumë herë më të zgjuar dhe inteligjent, flasim në vite para, dhe ne pikërisht se janë dhe më inteligjent, këtu duhet ju friksohemi, sepse atë inteligjencën po e përdorin për diçka të mirë apo po e përdorin për diçka jo të mirë. Sepse teknologjia ashtu si ka avantazhet, ka dhe disavantazhet e veta, kështu që pastaj vjen ai momenti që s'mund të ndash atë normale nga jo normalja. Nga jo normalja. Sepse është po. Janë vetë prindrit ata, ne mësuesit patjetër jemi edukues, jemi këshillues dhe ju falim patjetër shumë dashuri fëmijëve, por dashuria kryesore dhe këshillat kryesore duhen falur nga prindit. Në mënyrë që ne të vazhdojmë ta përforcojmë ato çka prindrit bëjnë. Vjen nga familja e qartë. Po, patjetër që po. Presioni më i madh tek fëmia vjen nga familja apo nga shkolla? Këtu do thoja ndoshta 50-50, sepse për familjen apo për vetë prindrit, thash që ndonjëherë pa dashur, le të themi, apo pa qëllim, i stimulojnë dhe ju ushtrojnë presion fëmijëve që duhet të mësosh, duhet të jesh i pari, duhet të shkëlqesh. Nga ana tjetër, vetë ne mësueset e kemi këtë që duam që ata nxënës që ne kemi në klasë, patjetër pse jo mos arrin rezultate sa më të larta. Dhe duke qenë e gjitha kjo nga të dy anët, ndoshta krijojmë dashur pa dashur dhe ne një mbingarkesë te fëmijët. Atëherë çfarë të bëjmë që ta minimizojmë këtë gjë? Unë mendoj që është bashkëpunimi midis, në këtë rast futet bashkëpunimi prind-mësues, që është një nga gjërat më të rëndësishme. Prindi dhe mësuesi duhet të kenë një bashkëpunim që për hir të së vërtetës është në të mirën e të përbashkët që është vetë fëmia. Po fëmijët me njëri tjetrin, sa social dhe sa të lidhur janë në ditët e sotme? Atëherë, ka fëmijë që janë shumë social, lozonjar do thoja, aktiv edhe hiperaktiv, dhe janë shumë të socializuar, luajnë, bashkëveprojnë, por ka dhe fëmijë të cilët janë shumë selektiv, janë më të ndjeshëm, më të mbyllur, dhe kryesisht ne punojmë me pjesën e dytë të fëmijëve, patjetër që edhe me pjesën e parë, absolutisht, sepse ka dhe ato ngarkesat e veta, le të themi, por për fëmijët të cilët e kanë këtë problematik që nuk socializohen shumë shpejt, janë më të ndjeshëm, ne përdorim metoda të duhura, të cilat janë efektive për ta dhe t'i bashkojmë patjetër me pjesën tjetër që të socializohen. Qartë, ndonjë moment që mund të ketë ardhur ndonjë kërkesë nga prindri për shembull dhe ka vënë re atë tërheqjen ose izolimin, ose mund të ketë patur situata të ndryshme në shtëpi, mund të ketë patur për shembull një humbje ose një situatë divorci në shtëpi, dhe fëmia normalisht që nuk ndihet ndryshe. Për shembull, në momentin që ka ardhur një kërkesë nga prindi që ju lutem, na ka ndodhur kjo situatë, domethënë, cila është ajo, si reagoni dhe çfarë mund të bëni ju ndryshe? Atëherë, unë kam pasur të bëj me të tilla raste dhe të tilla situata, dhe vetë prindi, dhe unë e falenderova madje dhe më duket një gjë shumë e mirë që ma tha paraprakisht, kishte ndodhur që zonja ishte ndarë nga bashkëshorti vet dhe ma tha këtë gjë.
Në momentin që ne kemi pas një mësim në dituri dhe fëmijët kanë qenë klasë e parë, dhe ishte tema e familjes, mami, babi. Atëherë, disa fëmijë në klasën ku unë punoja ishin shumë të lidhur dhe me gjyshrit e tyre. Atëherë, unë mendova që pse jo pjesën e familjes mos përfshi vetëm mamin dhe babin, po të përfshi edhe gjyshrit në mënyrë që fëmia që ndodhen në një situatë të tillë mos ndihej keq përballë shokëve dhe shoqeve. Dhe unë çfarë bëra në këtë rast, duke shpjeguar mësimin, nuk përmenda vetëm babin, po përfshija dhe fëmijë të tjerë që e dija që kanë një marrëdhënie shumë të afërt me gjyshrit, dhe thash që X fëmijë është shumë i afërt me gjyshin, del shëtitje, domethënë raste të tilla, dhe pash që ai fëmijë u çel në fytyrë dhe madje ka ngritur dorën duke dashur të tregojë dhe ai çfarë bënte aktivitete me gjyshin e vet. Dhe procesi mësimor dhe ajo di, domethënë unë mbaj mend që ka shkuar shumë normalisht dhe ai fëmijë në fund ditës ishte shumë i lumtur. Dhe duke menduar nëse nuk do ishte zgjedhur kjo mënyrë, jam shumë e sigurt që ai fëmijë patjetër që nuk do ishte i lumtur, do ndihej keq, dhe vetë fëmijët në një farë mënyrë edhe pse të vegjël e kanë këtë idenë e paragjykimit apo të bullizimit, dhe ai fëmijë normal që nuk do ndihej mirë. E qartë, por në situata të ndryshme, në momentin në rastin e fjalë që ju sapo treguat, prindri ka kërkuar ndihmën tuaj dhe ka shpjeguar. Por mund të kenë ndodhur dhe raste që normalisht jo të gjithë prindrit janë të hapur për të treguar situatat e tyre. Në të tilla raste ju si i identifikoni dhe si ndërhyni? Atëherë, kuptohet nga vetë fëmia. Patjetër, kjo. Unë këtë gjë e kuptoj nga vetë fëmia, sepse fëmia është më i tërhequr nga pjesa tjetër. I pëlqen më shumë të ri në vende të izoluara. Nëse unë një pjesë të klasës e nxjerr duke luajtur, ai fëmijë do të qëndrojë në klasë. Nëse unë domethënë e le një moment, i plotësoj dëshirën, sepse dua të shikoj që çfarë ka. Në momentin që unë pjesën tjetër të fëmijëve i siguroj me një mësuese tjetër, jam rikthyer, po tregoj domethënë histori të ndodhur, jam rikthyer në klasë, jam ulur me atë fëmijë dhe jam përpjekur të kuptoj, duke i lënë të mendoj që unë nuk të gjykoj, unë jam me ty, ti mund të flasësh me mua, patjetër duke i dhënë sigurinë, sepse siguria është kryesore. Dhe fëmia filloi të fliste dhe të ndihej mirë. Dhe në çdo moment unë i thoja po, e vërtet, domethënë po, ke të drejtë, dhe e shikoja që aq më shumë sa unë i përdorja këto fjalë, aq më tepër fëmia vazhdonte dhe më tregonte se çfarë kishte ndodhur, dhe në këtë rast unë patjetër e kuptoja dhe ndërhyja në mënyrën e duhur. E qartë. Në momentin ju normalisht keni atë praktikën se fëmijët e krijojnë ndoshta më shpejt atë pjesën e besimit, po me prindrit, si arrini ta krijoni atë pjesën e besimit dhe sigurisë që ata të jenë më të hapur për të treguar gjëra ndaj fëmijës së tyre ose situatave të tyre që ndikojnë drejt për drejtit e fëmia, që normalisht jep impaktin edhe në klasë pastaj. Po, unë me prindit gjithmonë kam pas një bashkëpunim. Në gjithë këto vite ju kam lënë hapësirë që prindit të jenë shumë bashkëpunues, të flasin me mua për çdo gjë, madje jam përgjigjur në telefon në çdo moment. E kam lënë telefonin tim të gatshëm për të përgjigjur dhe për t'i kuptuar. Dhe prindri gjithashtu ka qenë shumë bashkëpunues me mua. Më kanë treguar përgjithësi me të gjithë prindrit që un kam punuar, nëse fëmia i vet ka pasur një problematik, ata ma kanë vënë në dieni që të lutem kje parasysh këtë gjë tek fëmia im, dhe kjo unë e vlerësoj shumë sepse është një gjë shumë e rëndësishme. Është hapi i parë për të vazhduar Chelsea. Është hapi i parë që ne të arrim te Chelsea i suksesit që dëshirojmë. Dhe në momentin që dhe mua prindi ma thot paraprakisht diçka, patjetër dhe mua ma bën më të lehtë punën, dhe duke bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe vetë fëmia e ndjen kur prindi ka një afrimitet apo një bashkëpunim, një respekt në fund, me mësuesen e ndjen këtë gjë, duket, dhe është shumë e dallueshme. Dhe vjen në klasë më me qef, me dëshirë, vjen dhe largohet me dëshirë. Flas të paktën në bazë të eksperiencave që unë kam pasur dhe ndër vite. Ndodh kjo gjë. E qartë, por në momentin që nuk kemi një komunikim të tillë, për shembull ndodhi situata të caktuara, çfarë mund të bëni ju, cili është roli juaj? Nëse ju vini re që fëmia mund të ketë rënje në pjesën akademike, mund të ketë shkëputje nga pjesa tjetër, mund të mos ketë dëshirë të përfshihet në aktivitetet që ju organizoni, por normalisht ju ndjeni një lloj barriere me prindrin. Çfarë bëni ju pastaj?
në të tilla Edhe raste. nëse ndodh bariera, që unë e thash nuk është se e kam ndjer, po e marrim rastin të mirëqen, në mënyrë imediate prindi vendoset përballë këtij fakti, do të thonë vendoset në dieni që fëmia juaj ka këtë problematik, fëmia juaj po bie nga mësimet dhe unë zakonisht i kërkoj që të vinë të më takojnë nga afër, në mënyrë i kam shmangur faktikisht në të tilla raste telefonatat apo mesazhet, sepse nuk më duken tema për të folur me mesazhe dhe me telefonata, por më e mira është komunikimi drejt për drejt dhe zgjidhja. Okej. Si ju si mësues në momentin që shikoni që ka diçka që nuk shkon në klasë, po flasim te pjesa e lodhjes ose e ngarkesës, si nga ana emocionale, si nga ana fizike, domethënë si e dalloni lodhin reale nga mungesa e motivimit që ndodh tek fëmijët në klasë. Atëherë ndodh shumë tek pjesa ose tek grup moshat e arsimit fillor. Ndodh që kanë një mbingarkesë mësimore, sepse në parashkollor apo në kopësht ishin mësuar më së tepërmi të vizatonin, të ngjyrosnin, të luanin më tepër me njëri tjetrin dhe në momentin që përballen me pjesën e shkollës apo me procesin mësimor, ka fëmijë që edhe nuk e presin mirë këtë, nuk qasen mirë drejt kësaj. Përshtatja fillestare me rregullat. Është patjetër, është përshtatja fillestare. Atëherë unë po t'rregoj eksperiencën personale që unë bëj. Në momentin që unë shikoj pikë pari që ka një shpërqendrim total nga klasa, sepse fillojnë këto zhurmat e vogla ose kthimet para mbrapa, edhe nëse unë jam duke shpjeguar mësimin, unë ndaloj, them, okay, ulim sololapsat, ulim fletoret, ndalojmë, është koha e pushimit dhe e shikoj që ka një reagim shpërthyes, gëzimi, ju duket e papritur dhe i them, u lodhët dhe patjetër që e pohojnë që janë lodhur. Dhe i them, okay, rreshtohemi dhe dalim luajmë jashtë, patjetër që gëzojnë. Dhe në momentin që unë i rikthej në klasë, gjithë klasa është qetësi dhe janë shumë të gatshëm për të punuar. Nuk janë fare me pjesën që unë shikoj që një fëmijë është i mbingarkuar dhe nuk e ka më atë dëshirën për të punuar, sepse është lodhur për shumë arsye. Unë të shkoj tani te koka dhe t'i them, duhet ta përfundosh me patjetër këtë detyrë. Jo. Sepse unë në këtë moment drejt për së drejti jam duke i bërë një presion psikologjik atij fëmije dhe nuk mund të pres që ai fëmijë gjata saj ore mësimore mua të m'japi më të mirën. Apo nga ana tjetër unë ta marr atë fëmijë dhe t'i them, okay, ti nuk po i bën detyrat në fletore, okay, do të çoj në drast që të kuptoj nëse ti e ke kuptuar mësimin. Aty është një tjetër problematik. Është hutimi, është turpërimi që ndoshta fëmia ndjen ato momente para klasës, sepse gjithë sytë e shokëve dhe shoqeve etiketohet. Pikërisht etiketohet dhe gjithë sytë janë tek ai, edhe nëse do i dinte ato ushtrime apo ato mësim, nuk do e bënte, sepse bllokohet totalisht nga emocionet dhe shokohet nga ajo gjë. Kështu që unë këtë gjë dhe këtë metodë kam zgjedhur. E stopoj punën, i nxjerr të argëtohen, sepse e dim që fëmijët janë shumë energjik dhe kur jemi rikthyer në klasë, fëmijët kanë punuar shumë normalisht dhe çdo gjë ka funksionuar. S'është bërë pjesa e shpërqendrimit te lodhja tek ajo pjesa e gjës së re, te pjesa e rregullave që ato nuk janë mësuar dhe normalisht klasa e parë sidomos është tamam ajo pjesa që duhet. Klasa e parë është realisht rregull edhe disiplinë. Nuk po flasim për disiplinë në kuptimin që të futet zysha apo mësuesja në klasë të jetë autoritare. Por po flasim për një disiplinë që të jetë e ndërthurur dhe të jetë pozitive. Domethënë, edhe nëse i flet atij fëmije, thuaja një fjalë, por nga ana tjetër për këdhele. Në këtë mënyrë edhe afron, edhe fëmia e kupton. Nëse ne shkojmë dhe i bërtasim atë fëmije, qoftë edhe sikur kam parë dhe raste të shumta që zyshat shkojnë dhe i drejtojnë në fytyrë duke i bërtitur atij fëmije, kanë vërej që të njëjtën sjellje që zysha ka bërë në klasë, të njëjtën sjellje ka dhe fëmia jashtë. Nëse zysha do i bërtasi një fëmije dhe nëse zysha do të përdori tone shumë të larta të zërit në orën e mësimit, të njëjtën sjellje do të ketë gjithë klasa. Dhe këtë e flas nga eksperjenca që unë kam. Në momentin që një mësuese futet në klasë, sepse po përdorim termat zysh dhe mësuese, në momentin që një mësuese futet në klasë, flet qetë, rrie buzëqeshur, e gjithë klasa, dhe në momentin që çohet një fëmijë për të thënë diçka, flet në mënyrë shumë të qetë. E qartë. Në momentin që mësuesit e din këtë fakt, se si reagon fëmia në momentin kur i flet me zë të qetë dhe se si flet me ton të lartë, atëherë pse duhet të ndodhin raste
të dhunës, si verbale, fizike, çfarëdo qoftë, psikologjike. Po, kemi parë raste të dhunës dhe së fundmi, që për fat të keq ishte një ngjarje shumë e keqe për të parë dhe për të ndjekur. Atëherë do thoja, ashtu si fëmijët kanë një mbingarkesë, ashtu dhe mësuesit ndonjëherë në raste të caktuara kanë një mbingarkesë dhe jo vetëm nga nxënësit, por nga një sër faktorësh, nga situata të ndryshme, nga familja, nga vetë puna. Domethënë kanë një mbingarkesë, por ideja është që mbingarkesa e një fëmijë dhe mbingarkesa e një territori kanë një ndryshim total nga njëri tjetri. Nëse një fëmijë është i mbingarkuar dhe nuk di si ta menaxhoj, por ka nevojë për dikë që ta ndihmojë për ta menaxhuar, nga ana tjetër i rrituri e di se si duhet ta menaxhoj, ku duhet të shpërthej dhe ku nuk duhet të shpërthej. Por ka shumë mësues që patjetër edhe unë vetë nuk jam perfekte dhe askush nuk mendoj se nuk është perfekt, por unë mendoj se duhet të kontrollohemi. Përballë një fëmije duhet të kemi një kontroll që është pak sa e vështirë, por jo e pamundur. Është qartë. Ajo pjesa që ju thatë, pjesa e lodhjes, domethënë te fëmijët është ajo pjesa që ju edhe ndiqni metodën tuaj që fëmijët të mos të ndihen të lodhur, po pjesa e detyrave që pastaj kalon tek after schoolet përsëri. Duhet të ketë shumë detyra shtëpie apo nuk duhet të ketë? Jo, nuk duhet të ketë, jo domosdoshmërisht duhet të ketë shumë detyra. Unë mendoj që detyrat duhet të jenë cilësore. Duke pasur detyra cilësore, edhe nëse janë pak, e bëjnë të mjaftueshme orën e mësimit. Nëse ai fëmijë në një temë mësimi i kupton gjërat kryesore, nuk kemi pse ta mbingarkojmë, sepse ditët pasuese do vazhdojnë dhe patjetër që ai do të marrë gjithë dijet e nevojshme. Por duke e mbingarkuar, siç e thash, fëmia do ta humbi komplet atë dëshirën për të vazhduar dhe për të mësuar. Po vetë thelbi i detyrave të shtëpisë, ku qëndron që një fëmijë duhet të ketë detyra shtëpie? Pse duhet të jepen detyra shtëpie për fëmijët? Mendoj se duhet bërë kjo gjë në mënyrë që fëmia të aktivizohet më tepër. Flas të paktën në kohën tonë, ne kemi qenë brez që i merrnim detyrat, domethënë ai ishte kthyer si rutinë dhe e dinim procesin e ditës se çfarë duhet bënim. Vinim nga shkolla, çlodheshim, mund të hanim drek dhe më pas uleshim të mësonim. Ndërkohë sot fëmijët vinë, e hedhin çantën diku dhe as vet nuk e din se ku, dhe po flasim për çështje reale dhe për raste reale, nuk e kanë më interesin, domethënë nuk e kuptojnë që patjetër pasi ti ke ardhur nga shkolla, duhet të marrësh hapësirën tënde, të çlodhesh, por vjen koha që ti duhet bësh detyra, të ulesh dhe të mësosh. Në këtë mënyrë ne mësojmë fëmijën jo vetëm të bëhet sistematik, por të kryer dhe atë pavarësinë e vet. Për këtë arsye mendoj që është e nevojshme dhe është e domosdoshme që fëmijët të bëjnë detyra shtëpie. Kjo ndodh me fëmijët që janë në shtet. Hidhemi nga ana tjetër për fëmijët që janë në privat, që është edhe procesi i orarit të studimit që e kryejnë, të gjithë të procese e kryejnë në shkollë. Është e njëjta gjë. Vetëm se fëmijët e shtetit e kryejnë në shtëpi, fëmijët në privat e kryejnë brenda institucionit. Ndodh që nuk i mbarojnë në kohë, këtu vjen ndihmë after school-i. Ndoshta nuk e kanë kuptuar mirë orën e mësimit dhe në after school mësuesja që do ja përforcoj njohurit, dhe kjo as pak nuk është gjë e gabuar, përkundrazi është një gjë shumë e mirë, por e thash, kryesore është të kenë detyra cilësore, jo të kenë sasi. Jo të kenë sasi të madhe detyrash. Te pjesa e sasisë të madhe të detyrave patjetër unë mendoj që është e gabueshme. Sistemi aktual në Shqipëri është i përshtatshëm për realitetin e sotëm? Do thoja pjesërisht, sepse duhet më shumë fleksibilitet. Nëse në shkolla private ka një sistem arsimi, një sistem procesi mësimor, do thoja, në cilën fëmia vjen me fugon në mëngjes, bën mësimin, bëhet shpjegimi, vazhdohet procesi i detyrave në shkollë. Në shtet po shohim së fundmi që bëhet i njëjti proces përveç pjesës së studimit, që më së fundmi po futet edhe kjo si risjere. E qartë. A duhet të ndryshojë mënyra se si matet suksesi në shkollë? Duhet të ndryshojë, sepse fokusi kryesor, siç e tham, është tek nota. Por suksesi nuk matet vetëm tek nota. Duhen parë aftësitë e fëmijëve. Suksesi matet edhe me aftësi. Nëse je i aftë, patjetër do kesh sukses. E qartë. Nëse do kishit një mundësi të ndryshoni diçka në sistemin tonë arsimor, cila do ishte ajo gjë? Unë do të fusja me patjetër edukimin emocional, si një
gjë të re, si një që e gjë të re apo domosdoshme. të strukturuar të kurrikulës, që është e domosdoshme. Edukimi emocional lihet shumë pas dore. Duhet folur më së tepërmi për këtë gjë, duhet parë fëmia më nga afër, pjesa e emocioneve të fëmijës është kryesorja. E qartë, normalisht është pjesa emocionale ashtu siç edhe e nisëm bisedën. Po. Nëse nuk kemi atë pjesën e sigurisë dhe besimin që fëmia dhe të jetë i qetë emocionalisht, Nuk normalisht do të jetë asnjëherë i suksesshëm dhe nuk do krijojë asnjëherë ato aftësitë të duhura për të dalë në jetë. Atë çfarë edhe kërkojnë nga prindrit. Rezultatet. Pikërisht, Se normalisht nëse nuk rezultatet. është i qetë, normalisht nuk do Nuk do kemi ketë asë rezultate. pjesë. Kemi një pjesë e cila është mit apo e vërtet. Po. Më shumë ormësim është baras me më shumë sukses. Është mit. Okej. Në Shqipëri kërkesa për after school është rritur shumë dhe kjo lidhet më shumë me nevojën e prindërve për të punuar sesa me zhvillimin e fëmijës. Do thoja edhe e vërtet, por do thoja pjesërisht e vërtet, sepse ka shumë prindër të cilët realisht kanë orare shumë të zgjatura të punës dhe nuk munden, jo se nuk duan të merren me fëmijën, por realisht nuk munden. Dhe patjetër, edhe nëse shkojnë në orare kaq të zgjatura të punës, në fund të ditës shkojnë për të mirën e fëmijëve të tyre, për të pasur një mirëqenie më të lartë Për të siguruar për t'u ato. siguruar kushtet e nevojshme. Nga ana tjetër është dhe pjesa që vet prindi do që fëmia të jetë akoma më le të themi të bëjë një progres më të mirë të procesit mësimor, Për ta mbështetur, për ta suportuar më për ta shumë. mbështetur dhe suportuar dhe për të pasur një formim akademik më të lartë. E qartë. After school duhet të jetë domosdoshmëri për suksesin akademik. Mit. After school është më shumë zgjidhje për prindrit se sa për fëmijët. Do thoya që është për të dy. E qartë. After school jep fëmijës siguri, jo vetëm qetësi prindrit. After school jep siguri, jep qetësi, jep mësime të personalizuara, jep argëtim. Do me thënë, është një qendër do të thënë multifunksionale dhe jo vetëm nuk jep atë idenë e shkollës. Jep të gjitha paket. Jep pikërisht, jep të gjitha paket. Fëmia nuk shkon me idenë që se ka fëmijë që e marrin edhe shkollën me shumë frikë. Dhe siç e thamë, është vetë mësuesja ajo e cila duhet ta afrojë fëmijën dhe duhet ta kuptojë. Dhe jo ka shumë fëmijë që unë i dëgjoj shpesh herë dhe thonë, "O po nesër është e hënë dhe unë duhet të shkoj në shkollë." Domethënë, kjo është një gjë shumë e gabuar. Ndërsa në after school ndodh ndryshe sepse fëmia e di që ndoshta 1 orë, 2 orë do të merret me procesin mësimor dhe pjesa tjetër e ka vetëm argëtim dhe shkon më me dëshirë. Dhe në shkollë duhet bërë kjo gjë që fëmia të ndihet më mirë dhe të shkojë më me qef, më me dëshirë. Duhet të gjetur ato pikat e duhura Po. të Duhet gjetur ai mesiart, le të E themi. qartë. Sa më shumë ormësim, aq më i suksesshëm bëhet fëmia. Mit. Sepse jo domosdoshmërisht duhet të bësh shumë orë mësimi që fëmia të arrijë suksesin. Ashtu siç e thash, duhet të japim më shumë detyra cilësore, t'i kushtojmë një vëmendje shumë të veçantë tyre detyrave cilësore që ne japim, dhe nëse fëmia i kupton që janë disa pika të procesit mësimor, që një mësuese i di shumë mirë, dhe nëse këto pika arrihen gjatë një ore mësimore, atëherë dhe fëmia arrin t'i kuptojë, atëherë kemi arritur rezultate shumë të kënaqshme dhe jo domosdoshmërisht duhet t'i japim pafund mësime, pafund detyra që fëmia të jetë i suksesshëm. Mendoj se më shumë do ta mbingarkojmë se sa fëmia do të mësoj. Qartë. Ngarkesa e madhe akademike përgatit fëmijët më mirë për jetën. Mit. Nota e lartë është treguesi i inteligjencës. Mit. Absolutisht mit. Sepse nota e lartë nuk është tregues që ai fëmijë është patjetër inteligjent. Një fëmijë mund të ketë një notë shumë të lartë dhe mund t'i ketë mësuar ato mësimet në një mënyrë mekanike dhe në qoftë se ja pyet pas një javë nuk mban mend asgjë. Por ka fëmijë të cilët janë vërtet inteligjent dhe ndoshta nuk i hapin pothuajse fare librat, por vetëm nga dëgjimi që bëjnë gjatë orës së mësimit nga mësuesja, arrin që ti kuptojnë dhe ti mësojnë akoma më mirë se ky fëmia që ulet dhe studion për orë të tëra. Bie poshtë ajo pjesë. Bie poshtë, po. Presioni i lartë i bën fëmijët më të fortë nga ana akademike, po flasim. Mit.
Detyrat e shumta rrisin përgjegjësinë të fëmijëve dhe bën më të përgjegjshëm. Nuk do thoja detyra të shumta, por do thoja detyra të mjaftueshme. Do me thënë, ato të shumta do ta asocioj me fjalën të mjaftueshme, sepse detyrat e shumta thjesht do ta ngarkoni, ndërsa detyrat e mjaftueshme do ta bënin më të aftë dhe më përgjegjës. Dhe më përgjegjës, patjetër. Nëse fëmia lodh dhe duke studiuar, do të thotë që po përparon. Mit. Prindrit që kërkojnë më shumë rrisin automatikisht fëmijë më të suksesshëm. Mit. Nuk mendoj se është mënyra e dur që ashtu si dhe ne e diskutuam. Vërtet prindit mund të kërkojnë shumë nga fëmijët dhe kjo jo domosdoshmërisht do të thotë që ata fëmijë nesër do të jenë të suksesshëm, por nëse prindit kërkojnë do thoja gjërat kryesore për moshën e fëmijës, dhe ai fëmijë ta kuptojë që në këtë moshë bëhet kjo gjë. Më vonë bëhet kjo gjëja tjetër dhe do të thënë duke i marrë gjërat gradualisht, aty mendoj se ne kemi të bëjmë me një sukses në lidhje me fëmijët. Nëse ne ja mbingarkojmë dhe i kërkojmë shumë gjëra njëkohësisht, ai fëmijë do të çoroditet komplet dhe nuk do të di se çfarë të bëj në fillim. Dhe do ketë dhe më pak vetbesim në vete, duke menduar, a e bëra mirë gjën e parë, gjën e mesit apo gjën e fundit, sepse do jetë totalisht i ngatruar. Është qartë. Teknologjia është një faktor që ndikon drejt për drejtësit e fëmijëve. Po, teknologjia është një faktor, sepse teknologjia unë mendoj që më së shumti po ndikon negativisht tek fëmijët dhe jo vetëm tek fëmijët, por edhe tek adoleshentët, sidomos tek adoleshentët ka ndikuar jashtëmase negativisht. Kemi parë raste shumë të këqija dhe raste të cilat na kanë lënë pa fjalë pikërisht nga teknologjia, nga përdorimi i rrjeteve sociale, Instagram, TikTok e me radhë. Por mendoj që teknologjia po ndikon negativisht në momentin që nuk kontrollohet në mënyrë të dur nga prindrit. Fëmijët sot janë më të dobët emocionalisht se sa brezat e mëparshëm. Janë më të dobët emocionalisht sepse nga mungesa më e gjatë e prindërve, fëmijët kanë humbur paksa të vetbesimin dhe janë edhe më të ndjeshëm, më të pasigurt dhe e verë edhe në klasë apo dhe ndër vite që unë kam punuar, fëmijët arrin të kërkojnë një siguri dhe qoftë dhe nëpërmjet shikimit. Domethënë e kërkojnë një siguri edhe nëse një gjë e thon të saktë gjatë procesit mësimor, të shohin në sy për ta marrë një pohim që jam duke e bërë saktë këtë gjë apo jo. Domethënë unë që këtu e shikoj që ai fëmijë ka diçka me të cilën nuk është okay, le të themi. Është qartë. Për të gjithë prindrit që na dëgjojnë, një këshill ose një përmbledhje, çfarë duhet të bëjnë ata që fëmia e tyre të jetë mirë emocionalisht, të jetë i sigurt emocionalisht, të jetë i suksesshëm nga ana akademike, por njëkohësisht të jetë edhe i qetë dhe mos të ndjejë atë frustrimin dhe presionin? Atëherë, unë prindërve do t'ju jepja vetëm një mesazh. Të përpiqen të kuptojnë që perfeksionizmi nuk ekziston dhe mos e kërkojnë me insistim tek fëmijët. Fëmijët ka nevojë, flasim sidomos për fëmijët e një brezi të arsimit fillor, ka nevojë për praninë e prindërve dhe për dashurinë e tyre. Nëse janë këto dy gjëra, atëherë patjetër që këta fëmijë do të jenë më të sigurt në të ardhmen, do të kenë një vetbesim më të lartë, edhe patjetër që do të jenë njerëz të aftë të përballojnë situata nga më të ndryshmet. Është qartë. Po në momentin që një prind mund të ketë një fëmijë i cili është diagnostikuar me ndonjë vonesë, me ndonjë çrregullim, çfarë këshille do ju jepni ju si mësues? Normalisht rastet mund të kenë qenë dhe të keni patur fëmijë në institucionin ku ju keni punuar. Dhe kam punuar me fëmijë të tillë. Një këshill kam pasur fëmijë të cilët kanë pasur aftësi ndryshe. Dhe shumë prindër ma kanë thënë dhe ma kanë vënë në dieni këtë gjë, edhe pse është lehtësisht e dallueshme tashmë nga ne, por kanë pasur dhe prindër të cilët e kanë shumë të vështirë ta pranojnë, edhe pse e dinë që fëmia i tyre ka diçka, por unë do të thoja dhe do t'ju jepja një këshill që absolutisht këta prindër nuk duhet të ndihen keq, duhet ta flasin me mësuesen në mënyrë që dhe ne të bëjmë gjën e duhur dhe të përpiqemi të socializojmë me fëmijët e tjerë dhe të bëjmë gjën më të mirë, sepse duke mos folur është në dëm të fëmijës.
Domethënë ta hiqin këtë idenë e paragjykimit, sepse në fund të ditës nuk kemi askush për të paragjykuar. Është një gjë që tashmë ka ndodhur, por të paktën të mundohemi ne si mësues dhe mbi të gjitha që fëmia të marrë suportin e duhur, patjetër flas edhe si prind. Fëmia duhet të marrë suportin e duhur, të ndjejë që është i mbështetur dhe vetë këtyre prindërve ne t'ju japim edhe atë qetësinë dhe atë sigurinë që jam e sigurt që ju mungon. E qartë. Përveç institucionit ku ju keni punuar normalisht edhe me këto raste, në momentin që ju keni te qendra juaj tani, si do funksionoj kjo pjesa? Nëse unë kam fëmijë me nevoja të veçanta, atëherë, unë si që thash, kam punuar me fëmijë të tillë, pak a shumë e di mënyrën se si unë duhet të sillem me ta, por do të theksoj faktin që unë nuk jam e specializuar për këtë fushë. Unë patjetër do të përpiqesha që këta prindër ti drejtoja tek një specialist. Duke i drejtuar tek një specialist, kjo nuk do të thotë që unë po i përjashtoj të qenurit pjesë tek after schoolim, absolutisht jo, madje unë kam menduar që në ditët caktuara të javës, absolutisht pas një kosto, ta hap qendrën time dhe fëmijët që janë me nevoja të veçanta, fëmijët me sindromën Down, të vinë dhe të kalojnë disa orë argëtuese së bashku. Në mënyrë që dhe t'ju gjendemi pranë prindërve dhe fëmijët patjetër të argëtohen, sepse në fund të ditës janë fëmijë. Dhe patjetër, siç po e thoja, unë do i sugjeroja të shkonin tek një specialist dhe tek njerëzit e duhur, në mënyrë që dhe ndihmesa që do ju jepet të jetë e duhura. Dhe mos gabojmë në gjëra të tilla. Qartë. Ndonjë gjë që do jetë ndryshe tek EduSmart që nuk është në after schoolet e tjera tani në Tiranë? Atëherë, për gjithë teleshikuesit që na ndjekin, prindrit, koleget e mia, unë do të thoja që after school EduSmart është menduar si një after school fillimisht për mirëqenien e fëmijëve dhe patjetër për fleksibilitetin e prindërve. Edhe një herë do e përsërisja, ne ndodhemi te Lakeview Residence, tek rruga Kosovarëve. Do të punoj me grupe shumë të vogla fëmijësh, deri në 4 vet. Kemi një staf shumë të kualifikuar, mësuese të shumë lëndëve të ndryshme. Unë si drejtuese do të jem aty gjatë gjithë kohës, duke dhënë patjetër mësim edhe vet, duke i ndihmuar ata fëmijë, duke i argëtuar, duke kryer aktivitete që të ndjen sa më mirë. Do theksoja faktin që çdo detyrë do të jetë e personalizuar për fëmijët, duke parë edhe vështirësitë që ata do ta hasin gjatë ditës. Pjesa tjetër që unë do ta veçoja është edhe pjesa e orarit. Ne jemi të hapur nga ora 14 deri në orën 19. Pjesa e liçenit që ne e tham, që është vërtet shumë bukur për aktivitetet dhe gjatë pjesës së kampeve verore. Unë kam dhe gjithashtu një mësuese shumë të mirë dhe të përgatitur, e cila është dhe psikologe dhe do ta kemi pjesë të qendrës tonë një herë në muaj dhe kjo është pa kosto shtesë, në mënyrë që t'ju bëj dhe fëmijëve tema edukative dhe të kuptojmë apo bëjnë një progres të mirë dhe apo ndjen mirë pranë qendrës sonë, sepse mua më intereson vërtet kjo pjesë, nëse ata fëmijë po ndjen mirë. Dhe shumë aktivitete të tjera që me kohën për momentin po i lëm pak mister. E qartë, edhe pjesa e psikologës siç e përmendet, edhe ajo çfarë ju do të dëshironi të ndryshoni në sistemin arsimor ishte pjesa emocionale. Kështu që mendoj që patjetër nuk do mungonte edhe tek after schoolit të qendra juaj e re. Të falenderoj që ishi pjesë e këtij episodi të Po të flas. Të falenderoj dhe unë shumë për ftesën. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Mirupafshim dhe shihemi në episodin e radhës.